her pas here sjellim edhe artist. Dhe kësaj radhe nuk sjellim një kartolinë që vjen nga një individ, një personalitet që është jashtë shkufive shqiptare dhe njerëzit e thjeshtë nuk përjashtohen për të sjellë kartolinë e tyre, po sjellim një artist, një emër shumë i njohur, që është në Malsi. Një emër vërtet i njohur, ka vite të tëra që është në muzikën shqiptare, e lëvron shumë fort muzikën shqiptare duke qëndruar ashtu, original, që nga momenti i parë që ka dalë në sken. Malsor Prenkoqa i ka ardhur enkas vetëm për TV1 Channel, vetëm për Ta Tokim. Sa më bëri përshtypje mosha e tij, ditëlindje? Vërtet. Nuk do e themi se do e ketë problema, ai do thotë, po pse ta unë ja thash në privatësi, do thatë në emision. Po nuk e tregon që ka atë moshë shumë. Jo, nuk e tregon. Po kështu janë artistët, e kanë shpirtin të ri gjithmonë dhe gjithmonë përcjellin një energji shumë mirë, edhe na dhan fakt një energji shumë të mirë, edhe shumë pozitive, po sa shumë dinte për historinë e Shqipërisë. Më ka habitur vërtet shumë. Ne këtu sikur e anashkalojmë paksa këtë. Ndoshta Noela nuk të ka qelluar shumë të shkosh në pjesën e Malsisë, në pjesën e Tuzit, Triesh e pjesa Andej. Janë të lidhur goxha me çështjen kombëtare të tyre. Dhe kjo vjet edhe te diaspora që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shumë herë në biseda me ta na bëjmë vërejtje, ata gjithmonë kujdesen tek mënyra se si ne flasim shqip dhe na thon, po ajo është fjalë turke. Ti ke mundësi fjalën shqipe ta përdorësh. Ose fakti që abdetarizmi në Shqipëri është proporcione shumë të ulta, për hir të së vërtetës. Nuk dy raste kemi ne kur luan Shqipëria edhe kur është festa flamurit. Vetëm në këta dy ditë. Dhe këto ata na i vënë shumë në duke, po mos i hyjmë këtyre çështjeve, le të shijojmë këtë intervistë shumë të bukur me Malsorin, se edhe zërin e tij fantastik. Patjetër. Kamera misioni Ta Tokim është zhvendosur tek një tjetër i ftuar. Këtë herë shumë special, na vjen nga Tuzi. Përshëndetje, faleminderit shumë që erdhe Malsor Prenkoqaj. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësia është e jam, bile kënaqësi shumë e madhe. Ta dini ju se jam lodhur ta sjell Malsorin këtu. Sa vite? Shumë vite ka që të kërkoj. Më në fund më plotësove dëshirën. Jam vërtet shumë e nderuar dhe shumë e lumtur. Si ishte viti 2025 për ty? Më së pari nderuam jam unë. Kur i shfletova sot, ose dia kur ato SMS-at që jemi shkruar, thash me ti hajp me det që sa kohë është kam shkruar. Sa kam insistuar. Shumë merr mirë që ju bëhe mundshme me të vërtet me ardhë. Viti 2025, zakonisht për ne këngëtarëve, adin gjana edhe pa plane, dalin kështu spontane, mirë. Megjithatë ato që kemi planifikuar, kemi realizuar, unë kam realizuar disa projekte muzikore. Kretë në fillim të gëzuar 2025, se kisha një potpuri me një këngëtare tonën, Vikin Camaj. Mas andej ka pranvera e kom pas një kong me një videoklip është kong e Mora Nusën. Ja si këto kong tipike dasmave që janë po pak më ndryshe. Edhe në vjesht kom realizuar një kong tjetër, një single me videoklip tjetër, është konga Lule. Edhe përsëri në fund këtij vitit, posa kom publiko potporin me Lirin dhe Dvukaj, pare një 2 jave, 3 jave, edhe mirë, të them për mua kogjaj suksesshëm. Ma mbramje, garktuese, gjona, hengje familjare, ato mos më folë për të zakonisht. Janë të zakonshme, dhe më vjen mirë në fakt që janë gjithmonë të pranishme. Nëse do ta përshkruanim vitin 2025 me një fjalë, cila do të ishte ajo fjalë? Sukses. Sa i lumtur jam për ty që e përshkruan vitin 2025 me këtë fjalë. A kishte pengje, gjëra që surrealizuan ashtu si çdoje? Jo, edhe pse kisha dëshirë me marrë pjesë në një prej këtyne festivaleve tona, nuk po zbulojnë ciklin Prishtinë Tiranë, mirë, po ata më ka me të pak marak, kisha shumë qejf, megjithatë o zot shnosh ta shohim vitin e ardhshëm. Apo punon për diçka në këtë aspekt? Në fakt, unë kom realizuar prapë një single tjetër, cilin një single pak sa më komercial, do të publikoj jaka janari ose shkurti, por besoj që në vitin 2026, o zot shnosh, kam qef edhe me marrë pjesë në atë festival që ka me si me thënë kështu, pikë që s'kam marrë pjesë si mirë. I morëm ca ekskluzive, bukur, më pëlqen kjo intervistë. Nëse hedhim një shikim pas, a ka pasur disa gjëra të cilat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet, mund të rregulloheshin pak më mirë, apo ti je vërtet shumë i kënaqur me të gjitha këngët që ke realizuar, me gjithçka si ka dalë dhe si është pritur nga publiku?
Nëse prej fillimit karrierës sime dhe kënej si këngëtar, unë në fakt jam krijuar si këngëtar i muzikës së mirë fillt shqiptare, edhe popullore, edhe asaj rektuese. Po mandej neve, për shembull tek ne erdhën do stile ta quash treja ashtu, edhe tek muzika ere popullore, në fakt të folku shqiptar, që fatkeqësisht mundem me thonë nuk kemi pas shumë kujdes si popull edhe si komb, po ja u kemi hap ashtu dyrë disa, sidomos disa nga mediumet tona të shumta që janë sot, që nuk kanë pas shumë kujdes për shembull në filterizimin e tyne. Mandej me bë me u kthye mrapa, për shembull janë shumë këngë të cilat i kisha orkestruar, realizuar në studio ndoshta ndryshe. Mirë, po e ka lyp koha, e komercit për shembull me i orkestruar, me realizuar ashtu siç ka dashur vetë koha. Unë edhe sot kam kogja vrejtje kështu në muzikën tonë përgjithësi që realizohet se kuptojmë në nuk nojmë popullore, se popullorja dihet cila është edhe folklorikja, edhe ajo duhet gjithmonë me urujt, me u trashëgua, mirë po e kënojmë një lloj krimtarie të re, folk të quar që tingëllon popullor që por është krimtarie re. Unë jam këndi si gjithmonë fanatik për ruajtjen spakut të interpretimit shqip, se çka s'po njeri kove të fundit. Edhe mirë ke bërë se që nga nisja e karrierës tënde të gjatë muzikore deri tani ke qenë konsistent dhe gjithmonë i vazhdueshëm në kërkesat e tua për të kënduar shqip dhe muzikë të mirë fillt shqiptare. Duke kthyer vëmendjen tek festat e fundvitit. Si janë festat e fundvitit për një këngëtar? Si zakonisht me punë, shumë rrallë pranë familjes, po zakonisht me punë, edhe kësaj here kam me kënë me punë, po qa me ba, kjo adin na jemi për me arktua popullin tonë edhe kudo që ka kërkes për këngën tonë dhe për neve, për mua personalisht, është knatësia shumë e madhe. Ashtë një munges për shembull për kajeta personale, sepse ke qef me kënë prezent të gruaja, të fëmijë, të prindrit, të familja e ngushtë mirë, po këto i kompenzojmë për shembull ato ditë të javës të cilat për shembull nuk punojmë. Absolutisht. Por është me vërtet, është knatësi, kur ishe, sidomos bashkëdhetarët tonë, sidomos në diaspor, kur gëzohen bashkë dhe gjitha këto festa tona edhe shpirtnore edhe kombëtare, i kalojnë bashkë, është me vërtet knatësi e madhe. Sidomos kur je ti pjesë e atij aengut edhe ti, atij gazmendit edhe ti arkton është knatësi. Në cilin nga shtetet e huaja ti ndihesh më mirë, shkon me më shumë dëshirë? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se? Unë jam kënd... Se hedhin më shumë dollar? Ashti nuk punojmë në të falë, normal. Për pos vendeve, normal ka evenimente që duhet, sepse duhet ti është kontribuës gjithmonë, në kemi shoqata adhetare, shoqata humanitare në për Europë edhe gjithë ka që duhesh me ju ndihmua, nuk mundesh me ju prej çmim kaq është, sepse ata ndihmojnë vendlindjet tona kudo që janë, qoftë Kosovë, Shqipni, qoftë kudo që jemi. Por në Amerikë disi, nuk di, shqiptarët në Amerikë janë hala ashtu të eqtë për muzikën shqiptare, edhe janë shqiptarët mirë fillt për ne, sepse aq shumë kanë ndihmua për vendlindjet tona, edhe politikisht, po edhe ekonomikisht, sa që nuk ishim kënë sot këtu ku jemi si kombe dhe si popull, mos ishin kënë ata. Edhe disi kënaqesh me ta. Ti eshe, tashmo janë gjeneraca që rritën atje, linden e rritën e kanë rrujt shqiptarin, edhe dorën zemër kanë kryo dhe pasuni materiale, i shala i madhe i zotë çdo shqiptar e kryon, por e kanë rrujt vetin që mua ata më pëlqen shumë. Pambarësisht pasunis materiale e ruan vetin, vlerat shpirtnore, vlerat kombëtare, e të ata për një meni gjenë ato. E kjo është vërtet një knatësi, mendoj Dyfish kur këndon pranë tyre, ndjen tamam vetën si në Shqipëri. Si ndihesh në Shkodër? Unë si shpita, në malësia e madhe mi kanë të lidhun edhe territorialisht e shpirtnisht edhe me gjithçka me Shkodrën. Bile Shkodra ju e dini, Shkodra që qytet shumë i vjetër, shumë i lashtë, mos me folë për historinë e saj, për vendin ku lindin çdo njeri që lind këtu, po thuaj se është artist, sepse ka vlera shpirtnore shumë. Nuk është e rastishme që një shkodran e fiton Sanremo të gjona tjera edhe me të vërtet e kom. Daqë në humor, daqë në aktrim, daqë muzik mos me folë. Por në malësia e madhe mi kanë shumë shpirtnisht lidhun. Na edhe kur është sulmuar Shkodra, po flas shkurt për histori, në malësia, si me thënë, jemi kënaj muri i parë në të cilën gjithmonë ka Hasan Miku për mbrojtjen e Shkodrës.
edhe jo rastisht për shembull disa nga këngët shkodrane shumë të njohura që ju e dini se shkodrant edhe përmes këngës, por edhe përmes gjanave tjera e kanë ruajtur originalitetin, po edhe qytetënimin e tyre, që të pa korruptuar. Edhe pse në malësor nuk jemi qytetarë Shkodrës, jemi malësor, mirë, po ju e dini se disa nga këngët kryesore shkodrane janë për malësinë e madhe. Ke këngën dhe Gjën Luli shkruan një letër, Hote Grud, ishin betu e tjera që me të vërtet unë ndihem këtu si midis tuzit. Cila nga këto këngë pëlqen më tepër? Dhe Gjën Luli shkruan një letër. A këndojmë pak? Po inshallah. Dhe Gjën Luli ban kërdine, tun gjatje taj qonë fjallë krajlit, se Shqipënia nuk do në tjetër, veç do në vendin o me sunë duhe. Pak ja futa me strofin e fundit, po në regull. Kjo është pak a shumë. Edhe është shumë e bukur, edhe melodike, pa edhe epike në njëjtën kohë edhe për një personalitet historisë sonë, që me thonë. Unë shoh që nga shumë ja pasionuar pas historisë, edhe flet me kaq shumë dëshirë, por me njohuri shumë të thella për historinë. Pse kjo? Faleminderit. Unë jam lindë rritën Podgoricë, në kryeqytetin e Malizi, por edhe babai më është rritën Podgoricë. Bile si 8 vjeçar është shpërngul prej Trieshit. Trieshi është një ndër 4 malët e Malëzisë që është nën Malëzi, edhe disi kur rritesh ndoshta pak. Edhe pse Podgorica është aty, bile në të kaluamen ka qenë edhe vend shqiptar, mirë po sot nuk është qytet me shumicë shqiptare, po është kryeqyteti një shteti tjetër, edhe kur disi nuk je aty pranë popullit tënd çdo hap, çdo ditë, çdo moment, atër disi të mungojnë ato si fëmijë dhe mendoj se kjo është më e shprehun te unë për këtë arsye. Atë që është fëmijë më ka interesua me ditë kush jemi në shqiptar tamam, edhe kur kam hinë histori më thellë jam fascinuar me gjëra të bukura sinqerisht, edhe të vlefshme. Dhe mendoj këtë pasion e këtë dëshuri të madhe për historinë e Shqipërisë do t'ja trashëgosh edhe fëmijëve. Jam e sigurt për këtë. Duket nga emrat që i ke vendosur, emrat tipik shqiptar dhe emra shumë të bukur në fakt. Faleminderit, patjetër. Lura e Leka, 2 minjakët tonë, versa i kanë bën ka 3 vjet, por faleminderit me krejtë o Zot, bashk, po ne vetë kemi dasht bile shumë ma herët se sa na i ka dhënë Zoti, na i ka dhuruar këta 2 engjëj tonë, i kemi pas ashtu me bashkëshortën emnat, ashtu të preferuamit tonë. Por deshti Zoti na i fali binjakët tonë dhe i pagëzojmë me këta emnat bukur shqip, por edhe nëse më nigjojnë, derisa janë të vegjël kanë me nigjua, por inshallah kanë me nigjua edhe kur të rriten pak, se unë kam qenë mja dhënë rrugën e drejtë, natyrisht si çdo prind, e sidomos me edukua me gjona shqiptare. Sepse këta janë lindë në Prishtinë, gruan e kam prej Prishtinët, edhe është një gërshëtim interesant e trojve tona Malësi, Prishtinë, edhe Kosova në të njëjtën kohë shumë e pikën përgjithësi, edhe unë besoj që kemi arrit o Zot shnosh. Me patjetër. Nëse të pyes cili ka qenë momenti më i bukur i 2025-s, cili të vjen menjëherë në mendje? Po, për nërë ka pas shumë bukura, sinqerisht, kështu që me marrë me njerë në mendje, nuk e di, po me të vërtet. Edin, unë jam një njeri që i qasem njerëzve në përgjithësi me të mirën, sepse menoj atë gjanat pozitive ndaj njeriut. Nuk i qasem me një, ta thuash një farë qëndrimit, nuk e di si po mpret ky aj, edhe njerëzit kur i qasesh në atë mënyrë ta kthejnë, po thuajse në të njëjtën mënyrë, me përjashtim çka s'ka. Po unë në përgjithësi kaloj mirë, qoftë në Prishtinë, Shkodrën, Tuzë, të mira ka pas sa dur, s'po di. Të falenderoj vërtet shumë për këtë intervistë. Çfarë do të urosh për 2026-ën? Mos pari faleminderit ty nga zemra, televizionit dhe nishit Shkodrës, e dua edhe këtë televizion, sepse e di se këngët e mia gjithmonë janë këngë këtu të mirëprituna, absolutisht, e ma që është i Shkodrës, hala edhe ma shumë. Nga zemra uroj gjithë shqiptarëve gëzuar 2026, po ashtu gëzuar festat e fundvitit gjithë atyne që i festojnë me zemër, let janë festat që na bashkojnë gjithmonë shpirtnisht, i madhi Zot ka dashur të jemi shqiptar, nuk është punë e vogël kjo. Sa bukur e the. Absolutisht. Edhe dash Zotit janë mbi gjithë mirë me shëndet, e me gëzime, e përparime, kështu me radhë. Faleminderit shumë, gëzuar edhe ju. Faleminderit.